Ish banori i Big Brother VIP4, këngëtari Kelly, ishte i ftuar në emisionin Shqipëria Live, ku komentoi disa nga zhvillimet më interesante. Një nga momentet që mori vëmendje të madhe ishte takimi surprizë mes Eglit dhe ish partnerit të saj, Olsi Bylykut. Kelly, që i njeh të dy jashtë shtëpisë, ndau mendimin e tij për këtë takim, duke e cilësuar si një skenë të sinqertë dhe emocionale. Takimi ishte shumë miqësor. Në fillim ndiheshin në siklet, sidomos Egli, por më pas gjithçka rrithë natyrshëm. Më pëlqeu pjesa kur u përmend mirënjohja, ishte një mesazh shumë i bukur për publikun, u shpreh ai. Kelly konfirmoi se një nga shtysat që Olsi të pranonte këtë takim ishte edhe partnerja e tij aktuale. Ai tregoi gjithashtu se pas spektaklit është takuar me Olsin, i cili ndihej i qetë dhe i lehtësuar, sikur kishte lënë pas një peshë. Pjesë nga intervista, si tu duk takimi mes Olsit dhe Eglit dhe a e ndihmon Eglin në garë apo e dëmton? Ti e njeh Olsin prandaj po ta bëj pyetjen, Kelly. Olsin e kam shumë shok dhe Eglin e kam njohur prej tij. Ishte një takim goxha miqësor që thoshte shumë gjëra, te pjesa e mirënjohjes, pas çdo lidhje të mbash mend momentet e bukura dhe të marrësh më të mirën e asaj gjëje. Mendoj se ndikon, mund të ndikoj për mirë dhe për keq, po them më shumë ka ndikuar nga ana pozitive. E prisje të ndodhte një takim mes tyre? Kelly, me thënë të drejtën jo, ishte një nga momentet e bukura. Ti njeh të dy, ishin në siklet, Kelly, në shumë siklet. Egli ishte më tepër, edhe Olsi ishte pak i kontraktuar, në fillim se pastaj biseda më duke natyrshme, ishte partnerja që e ka shtyr Olsin për të bërë këtë takim, Kelly, e deklaroi vetë aty, një nga mbështetjet ishte partnerja e tij. Duke qenë se e njeh Olsin, ke patur komunikim me Olsin pas këtij takimi, Kelly. Një ditë më pas jam takuar, ishte i qetë, i lehtësuar, Kelly, shumë i qetë. Çfarë komentonte, Kelly? Ndihej mirë, dukej sikur ka nxjerrë diçka nga vetja për atë që mendonte. Sigurisht që atë që ka